Mirë, do të ndalemi tani në një temë diskutimi sa i takon edhe zhvillimeve të fundit të aktualitetit në vend, kryesisht politikës, ku patyshim gjatë ditës së nesërme pritet që ish-kryeministri, lideri aktual i Partisë Demokratike Sali Berisha të paraqitet në SPAK pas një loje të gjatë fjalësh, kështu për marrjen ose jo të fletëthirrjes të bërë nga SPAK, me sa duket këtë herë ka konfirmuar zyrtarisht prezencën e tij gjatë ditës së nesërme. Është bashkuar në studio avokati i njohur Alban Dura, i cili përshëndes. Përshëndetje Kënaqësi. Faleminderit, mirë se u gjeta. Kënaqësi dy kem avokat, ndërkohë padyshim që ju i keni përcjellë edhe zhvillimet e fundit që i takojnë politikës, rasti i zotit Berishës paraqitjes në SPAK, që me sa duket gjatë ditës së nesërme do të jetë përfundimisht prezent pas asaj loje të krijuar për fletëthirrjen. Nuk mund të ndonte ndryshe apo jo, se ndryshe ligji pastaj parashikonte që të merrni një tjetër formë. Duke qenë se njoftimi, pra ne marrim në referim deklaratat publike apo njoftimit që ka bërë për publikun prokuroria e posaçme lidhur me njoftimin, dhe ata pretendojnë se njoftimin zoti Berisha e ka marrë, ndërkohë që zoti Berisha ka pretenduar të kundërtën, që do të thotë nuk ka qenë ai që e ka marrë, por ligji procedurial penal parashikon që në vendin e punës ose në banesën ku ndodhet personi i cili merret në pyetje ose ftohet nga ana e organit të akuzës, nëse shënon dikush që mund të jetë pjesëtar i familjes apo pjesëtar i punës, kolegi punës në cilën punon personi që merret në pyetje, pra zoti Berisha në rastin konkret, atëherë ky njoftim konsiderohet i marrë, edhe pse nuk është firmosur nga vetë personit të cilit i drejtohet kjo ftesë. Kështu që ndoshta zoti Berisha ka pasur që nuk e ka firmosur personalisht ose nuk e ka marrë personalisht të flet nga nënpunësi i prokurorisë në rastin konkret ose nga nënpunësi i postës, varet se si e kanë bërë njoftimin. Zakonisht organi i akuzës e bën me nënpunësat e vet gjyqësor për qytetarët që ndodhen në qytetin e Tiranës, ndërsa përdor shërbimin postar për ata të cilët ndodhen jashtë. Dhe në këtë kuptim i bie që ai ka qenë i njoftuar dhe nëse nuk vjen pra në ftesën e ardhshme që i bie nesër, atëherë merret forcërisht. Pra kështu parashikon ligji, pra është domethënë marrje në mënyrë të detyruar. E ka pranuar në fakt, po, ndjes. Se do të desha të shtoja që e ka pranuar në far forme njoftimin tani më, sepse gjatë prezencës që ka bërë ditës së hënë në SPAK, në kuadër edhe të paraqitjes që bën, është marrë fletëthirrja, kështu që do të jetë ditën e nesërme të paktën në parim të fjalës që ka dhënë. Nëse ndalemi konkretisht tek ngjarja, patyshim që është shumë e rëndë. Edhe çfarë mund të rrezikohet konkretisht, domethënë sa e rrezikshme mund të jetë për Berishën, por padyshim edhe për gjithë strukturën që ka qenë pjesë e kësaj ngjarje. Tani lidhur me çështja vjen e hapur pas një vendimi të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, e cila ka konstatuar që hetimi nuk është kryer i plot duke hetuar edhe personat zyrtarët e lartë shtetëror, gjë që edhe në referim të nenit 9 të ligjit për gardat, ligjit i vitit 2003, i cili ka qenë ligji aktual dhe detyronte minimalisht ministrin e brendshëm, zotin Basha, që ka qenë ministri i brendshëm në atë periudhë që të hetojë, por natyrisht mund të vijë edhe më lart, sepse në zyrën e kryeministrisë ka qenë zoti Berisha, i cili ka qëndruar dhe e ka bërë komunikim publik që unë do qëndroj dhe do punoj në zyrë, dhe ne e dim që zoti Berisha ka pasur një pushtet absolut, që do të thot ministrat e tij, pra kemi të njëjtën tablo si në realitetin aktual, që kemi zotin Rama dhe ministrat e vet, të cilët i binden me verbëri kryeministrit, dhe në atë periudhë e njëjta situatë ka qenë, dhe por pretendohet që ka prova të tjera nga familja Mosgaboj Nikaj, e cila ka iniciuar dhe ka bërë ankesën e ka çuar deri në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Kemi regjistrimin e procedimit penal në bazë edhe të vendimit të Gjykatës së Lartë, e cila ka urdhëruar regjistrimin e këtij procedimi dhe hetimin e plot sipas konstatimeve që ka marrë Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njerëzit, dhe aludohet që ka prova regjistrime ku pretendohet edhe pamje filmike, në të cilat pretendohet se zoti Berisha ka qenë me armë, ka qenë me armë në dorë. E rëndon kjo situatën e tij, padyshim? Nëse ka prova, të cilat nëse ballafaqohet si video këtë, sepse prokuroria i merr prova në mënyrë të tërthor, që do të thotë bën një
kombinim të indicjeve, të provave, të cilat mund të jenë qoftë një regjistrim audio apo edhe video, siç pretendohet. Pra, nga media kemi marrë informacionin që zoti Berisha ka qenë i armatosur, duke dhënë direktiva me ministrin e Brendshëm dhe me komandantin e Gardës. Pra, mendohet që ai ka urdhëruar vrasjen e 4 protestuesve. Pra, të paktën kaq kemi marrë informacion në media dhe kjo na është thënë nga avokatët e familjes Nikaj apo edhe nga vetë familjarët cilët kanë bërë komunikim publik. Kështu që është organi përgjegjës prokuroria në rastin konkret, i cili duhet të zbardhi këtë të vërtet, pra në qoftë se këto audio përgjime apo video përgjime janë autentike, pra ajo do të shikojë vërtetësinë e këtyre regjistrimeve, do bëj ballafaqimin e provave, do marri dëshmitarët të cilët kanë qenë prezent pra rrethi i ngushtë i zotit Berisha, të cilët tashmë mund të jemi edhe përpara faktit që mund të tregojnë të vërtetën, sepse edhe marrëdhëniet e tyre janë prishur, pra nuk kemi një marrëdhënie të cilën ata e kanë pasur më para dhe mund ndodhi që do të tregojnë të vërtetën. Kështu që është një çështje shumë e vështirë, sepse edhe për vetë kozjatjen e kësaj çështje kemi nga viti 2011 dhe po vim në vitin 2026, pra 15 vite çështje, natyrisht që provat nuk janë të ngrohta, ashtu sikur se kanë qenë në momentin e parë, pra në atë periudhën e parë që ka ndodhur kjo ngjarje. Natyrisht ka qenë detyrë e organit të akuzës së asaj kohe, pra konkretisht e prokurorit përgjithshëm, në bazë edhe të kushtetutës për të hetuar zyrtarët e nivelit lartë, duke qenë se minimalisht ka qenë ministri i Brendshëm, patjetër që nëse do të shtrihej rrethi i zyrtarëve të cilët do të hetoheshin në atë periudhë, është çështje tjetër nëse ata janë të fajshëm apo të pafajshëm, pra duhet ta ndajmë lidhur fajësinë, pra, por organi i akuzës ka pasur detyrimin për të hetuar edhe rrethin e zyrtarëve të lartë. Pra, minimalisht ka qenë ministri i Brendshëm në atë kohë. Gjë që nuk e ka bërë, pra e ka deleguar hetimin e kësaj çështjes prokurorisë së Tiranës, pra ka kaluar deri te gardistët hetimi, jo më sipër, edhe përjedhoi kjo çështje nuk është regjistruar fare në prokurorinë e përgjithshme. Pra ka qenë prokurori i përgjithshëm ai i cili nuk e ka hetuar. Dhe kjo doli me vendimin e Gjykatës Evropiane dhe të drejtave të njerëzit, ose Gjykatës së Strasburgut, që ka konstatuar se një gjetje e gabuar ky hetim që ka bërë Prokuroria e Tiranës. Ndërkohë, avokat, ndalim në një tjetër zhvillim shumë të rëndësishëm të ditës sotme, që padyshim konsiderohet edhe si skandal, 15 muaj pas vrasjes brutale të Egli Progës në Pogradec, për cilën jemi sigurt që ju jeni informuar, në fakt asnjë prej 5 akuzuarve nuk është sot në qeli, po i referohem materiali pikërisht për të gjithë qytetarët që më ndjekin në këtë çast, me vendim të Gjykatës së Korçës, 3 ditë më parë kanë lënë qelin dhe 2 vrasësit e dyshuar, Leonida Guçe dhe Denis Meçe, dolën nga paraburgimi, pasi Prokuroria e Korçës shkeli afatet dhe gjyqtare Luleta Kole caktoi ndaj tyre masën në arrest shtëpie deri në përfundim të hetimeve. Ndërkohë, Arjan Mënedhari, Voltan dhe Andi Shkulaku të akuzuar për moskazim krimi po hetohen prej kohësh në masën detyrim paraqitje. Dhe problematika është e tillë. Vrasja e Progës ndodhi më 10 gusht 2024, por Prokuroria e Korçës, prandaj jemi edhe pikërisht në këtë linjë, ende po vijon me hetimet. Pra çështja ka ngecur pikërisht në zbardhjen e kamerave të sigurisë së sekustruara në lokalin përkatës. Që do thotë, aktualisht të 2 personat në fjalë janë liruar, ka kalu gati 1 vit nga ngjarja dhe ende nuk kemi zbardhje të kësaj ngjarje. Është një, po themi kjo përbën padyshim problem edhe mënyra se si ka punuar, vepruar prokuroria, ku tani më ka kaluar gati 1 vit, 15 muaj saktësisht. Atëherë, problemi kryesor që ndron tek organi i akuzës. Pra kemi 15 muaj për një çështje që është një çështje shumë e rëndë, që ka prekur jo vetëm familjarët e viktimës, por gjithë ne qytetarë. Pra nuk është çështja këtu që duhet patjetër që të dënohen, të kapen disa qytetarë të cilët nuk e kanë kryer krimin dhe të dënohen, por këtu kemi të bëjmë me një vrasje të cilët që në fillim kjo filloi me manipulimin e provave. Pra në momentin e parë që me policinë, me prokurorin e çështjes, i cili më vonë u ndryshua sepse
u vërtetua apo u provua nga familjarët e viktimës që kishte komunikim me avokatin apo kishte diçka të tillë, sepse nuk më kujtohet tamam ky episod, dhe prokurori dha dorëheqjen. Kështu që nuk di çfarë të them, nuk di çfarë fjale ti vendos organit të akuzës, që për të vrasje që u bën mes ditës, që u bë në mes të qytetit, dhe ende nuk kemi në konkluzion. Nuk po themi që ti marrim ta persona që janë të dyshuar dhe ti vëmë përpara drejtësisë se nuk e kanë kryer të krim, se absolutisht nuk jam për atë që të dënojnë njerëz pa prova apo qoftë edhe pa dëshmitar, pra duhet një hetim i plot dhe i gjithanshëm, por mos zbardhen kamerat e sigurisë, kjo është, nuk di çfarë të them. Domethënë kur bëhet fjalë për jetën e një qytetari dhe ne pretendojmë që për çështje të vogla, siç mund të jetë çështje të cilat janë krime të një niveli më të ulët, për zbulim. Pra kjo i kalon bara e provës apo detyrimin ligjor e ka organi akuzës dhe për të rast duhet që inspektoriati i lartë i drejtësisë kryesisht duhet filloj hetimin për të çështje, pra qoftë edhe pa pasur ankesë nga familjarët, edhe nga komunikimi që është bërë nga media, duhet kryesisht që ta hetojë çështjen. Nuk mund të merret jeta e një qytetari, e një personi dhe për mungesë provash, sepse ata kanë zbëndësuar masën e sigurisë për mungesën e provave. Nuk ka ardhur akti i ekspertimit, nuk ka dëshmitar, nuk ka prova tjera dhe patjetër që avokati i palëve që janë të dyshuar, i lindje drejta ligjore që të shkojnë në gjykatë dhe kërkojnë zëvendësime. Dhe gjykata me të drejtë ka dalë në këtë vendimarrje. Nëse nuk vjen minimalisht pamje filmike, atëherë mund të ndodhi që kjo çështje është pa autor. Kështu që nuk ka. E dyta, më falni edhe për sa i përket hetimeve. Kemi 1 vit e gjysmë. Hetimet maksimale janë 2 vite. Pra 2 vite nga momenti që është regjistruar procedimi penal, që është regjistruar si procedim, dhe ne nuk kemi asnjë rezultat konkret nga ana e organit të akuzës. Mund të ndodhi që kalon afati 2 vjeçar, prova nuk ka, shkohet në gjykatë dhe nuk ka autor, çështja do jetë pa autor dhe askush do mbajë përgjegjësi për të vrasje në mes ditës që ka marrë sigurisht, pa rezultat në fund. Do t'ju marrë një koment, e di që jemi në limitet të kohës, në fakt, por sot bëhet gati 1 vit nga vrasja e adoleshentit të Ndier Cani, pikërisht nga bashkëmoshatari i tij. Prokuroria ka dhënë, po themi kështu, atë gjykimin e saj nga 25 vite, tek të mituri më duket shkon në përgjysmim gati 12 vite. Mirë, po gjatë ditës sot ka patur një reagim nga familjarët, nga nëna që thot apeloj padyshim çdo lloj vendimi që bëhet. Çfarë parashikohet në të tilla raste kur kemi të bëjmë me të mitur, i cili është edhe masa. Tani kjo është vrasjet të tilla, pra po marr rastin e adoleshentëve, të cilët ishin në një moshë të vogël, pra në kufirin e moshës për përgjegjësi penale, patjetër që familjarët e përjetojnë një ngjarje të tillë, sepse nuk është e lehtë që të ikë njeriu më i dashur, por ligji kështu është i përcaktuar, që do të thotë përgjysmimi, sipas kodit penal për të miturit, me zbritjen e 1 të dytën, mendoj që edhe masa e dënimit, ndonse familjarët nuk janë të kënaqur, por kjo ngjarje ka ardhur për shkak të neglizhencës që kanë pasur prindrit, që kanë pasur mësuesët, pra ata që kanë ditur, dhe kanë pasur të plot. Pra nuk është çështja këtu që të dënojmë një të mitur që ka bërë, edhe sikur të ekzistonte dënim me vdekje dhe prokuroria të kërkonte dënim me vdekje, gjykata ta jepte, pra familjarë nuk do të ishin të kënaqur, sepse i ka ikur njeriu më i dashur, por duhet të mendojnë edhe të kthjellohen, pra nga njëra anë janë në pozitën e viktimës, por duhet ta vendosin pozitën në pozitën e atij të miturit që ka kryer të krim. Dhe shoqëria nuk është detyrë ose më saktë nuk është qëllim i joni që ne të ndëshkojmë, pra masat e dënimit janë bërë me qëllim që ato të edukojnë. Të ridukojnë, po. Të jepet një mundësi atyre që e kryejnë krimin, ai ka qenë një mitur, ka qenë një fëmijë që s'ka pas koshiencë të plotë në mënyrën se si e ka kryer krimin, por
një mundësi që ne mund t'i japim një të riu në mënyrë që ai të reintegrohet në shoqëri. Kështu që mendoj që ne jemi gjithë fajtor për raste të tilla. Jemi larguar shumë nga problemet që kanë të rinjt apo fëmijët të cilët janë në shkollë apo adoleshentët, dhe këtu duhet të jenë përgjegjës, të merren edhe dënime edhe personat që kanë qenë përgjegjës për shuarjen e këtij konflikti dhe kanë pas përgjegjësi lidhur me edukimin e këtyre të miturve. Qartë, ato janë çështje që padyshim kërkojnë edhe sensibilizim të masës, her pas here ju në studio televizive bëni dhe thirrjet tuaja dhe padyshim që kontriboni në jetën shoqërore që ndonjëherë mungesa informacioni në aspektin juridik bën edhe që shumë prej tyre të nxitohen. Jo raste konkret, pasi kemi bërë mitë, por në përgjithësi e bëni këtë gjë. Ne patëm mundësi sot diskutojmë disa tema së bashku, unë përshfrytëzoj rastin edhe për minutën e fundit që kam të marrë një opinion dhe një koment sa i takon edhe rastit Ametaj që pritet në fakt në një farë forme edhe ashtu sikur se është bërë publike ekstradimi i tij. Një tjetër gjurmë që me sa duket ka të bëjë me një transfer të majme ka 3 milion euro për në Austri. E mundur që ish zëvendës kryeministrit po themi të sidhet dhe të vuajë një lloj dënimi në Shqipëri në momentin që gjykata apo po themi kështu institucionet e drejtësisë do ta vlerësojnë aq sa meritohet. Së pari, për zotin Ametaj ka një urdhër arresti ndërkombëtar. Ne nuk kemi pasur ndonjë ndalim të zotit Ametaj nga autoritetet zvicerane. Nga informacioni që vetë zoti Ametaj ka thënë, ai ka deklaruar që unë ka marrë një strehim apo një azil politik në Republikën e Zvicrës. Përderisa nuk kemi pasur një ndalim për urdhrin e parë të arrestit, patjetër që mund të ketë, sepse në momentin që ka një vepër tjetër penale për cilin është regjistruar, mund të ketë një urdhër tjetër arresti ndërkombëtar. Dhe përjedhoj nuk mund të kemi një kërkesë për ekstradim. Edhe kërkesa që mund të jetë bërë për ekstradim realizohet në momentin që izolohet apo arrestohet personi që është në kërkim. Nëse zoti Ametaj do të ndaloj apo do kishte një ftesë, sepse edhe mund mos ndalohet, mund të jetë në gjendje të lirë dhe ai mund të ftohet në gjykatë në mënyrë që të realizohet procesi i ekstradimit, duke qenë se edhe vetë Zvicra është pjesë e konventës evropiane të ekstradimit, ku në këtë konvent janë pjesë të gjitha vendet që janë pjesë të Këshillit të Evropës. Pra 47 vende të kontinentit evropian, përfshirë Zvicrën dhe Shqipërinë, e kanë nënshkruar këtë konvent dhe ju jep mundësinë shteteve që të bashkëpunojnë dhe të kryet gjithë procedura e ekstradimit. Gjë që për zotin Ametaj deri tani nuk është bërë, edhe pse mund të ketë urdhër arresti ndërkombëtar. Kështu që në këtë kuptim, deri në këtë moment ne nuk kemi një ndalim të zotit Ametaj, nuk kemi një kërkesë në gjykat. Në momentin që ndalohet nga ana e policisë dhe i bëhet e ditur kërkesa për ekstradim, duhet të shkojë e gjithë praktika brenda një afati 40 ditor nga prokuroria e përgjithshme, pra e çon gjithë dosjen dhe akuzat. Kështu që do të jetë shumë e vështirë edhe momenti për të ekstraduar zotin Ametaj, duke qenë se ai ka marrë një strehim politik në Republikën e Zvicrës dhe përpasoj do ta pamundsoj ekstradimin në Republikën e Shqipërisë, përderisa çështje të cilat kanë të bëjnë me çështje politike, siç e ka trajtuar zoti Ametaj gjithë rastin e tij në këtë periudhë, do të bëj shumë të pamundur dhe vendimarrjen aty e ka gjykata, deri në gjykatën e lartë të Republikës së Zvicrës shkon ky gjykim, nëse do kemi shkallën e parë që do të japi të drejtë Shqipërisë për ta ekstraduar, kemi gjykatën e apelit dhe gjykatën e lartë e cila jep verdiktin përfundimtar. Pra mund të jetë një proces zinxhir. Mirë, faleminderit shumë, avokat Krenesi të kisha në studio. Faleminderit. Mirë, shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi sërish së bashku vetëm pas pak.